محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, në jetën e kësaj bote besimtari musliman sprovohet me sprova të ndryshme. Sprovat fillojnë qysh heret dhe shoqërojnë robën e Allahut gjatë gjithë jetës, dhe prej urtësisë Allahut është se kur e don robën e tij, Allahu e sprovon. Një farforme e teston me pa është stabil, është i qëndrueshëm fenë Allahut te bareke ve taala. A është durimtar, a është falëndërues, a është mirënjohës e kështu me radhë. Dhe kur jemi tek sprovat, krejt mendojnë se sprovat janë çto dukurit negative, për shembull dohani, alkooli, droga, prostitucioni, trafikimi i qenie njerëzore, jedhja, kështu me radhë. Ama një pjesë e vogël e din se sprova është edhe pasunia kur ta jap Allahu te bareke ve taala. Dhe për pak minuta do të mundohemi me fol për sprovën e pasurisë. Në parim, në esencë, me të dhënë Zoti pasuri, dhe ti me e menaxhue, dhe ti me kanalizue pasurinë aty ku është Allahu i kënaqur, dhe ti me shfrytzu pasurinë në halal, kjo është dhuratë. Tu nuk ka sprovë tash. Pra të edhe Allahu Teala në kaptinën në surën El Kehf, që besimtarët me shumicë lexojnë ditën edhe natën e xumas, çka ka thonë? El malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Malli, pasuria, edhe evladët, fëmijët janë stolia e jetës së kësaj bote. Do të thonë hieshi i dhon jetës së kësaj bote. Kush? Pasuria edhe fëmijët. Po në të njëjtën kohë edhe pasuria edhe fëmijët janë sprovë nga një herë. Pra, kur pasuria, me kuptu ma qartë, kur pasuria që të jep Zoti, të afron tek Zoti, të bën ma të mirë, të bën ma të sinqert, të bën ma të devotshëm, të bën ma të dërdhënës, ma humanitar, ma solidar. Kjo është pasuri që ta ka dhënë Zoti dhe të ka begatu me ta. Kur pasunia bëhet shkak të largon prej Zotit, të largon prej bamirësisë, të largon prej devotshmërisë, të largon prej njerëzve të mirë, edhe të çon në të kundërtën, në rrugën tjetër, atëherë kjo pasuri është çka? Është sprovë, Allahu na ruaj neve edhe juve prej saj. A jemi të sprovuar me pasuni këtë popull? Po vallahi, edhe ka gjatë shumë bile. Sa njerëz vëllazën pa pas pasuni i kemi pas në safat tonë. I kena pas safin e parë, safin e dytë. I kena pas në për ligjërata. I kena pas në për takime. Me që ato kushte që i kanë pas, në 1 euro, 2 euro, 5 euro, janë konë human, janë konë solidar. Kanë vizitua familjen, kanë vizitua farefisin, kanë vizitua fëqinit, kanë vizitua gjematin. Sa të vëllazën vesh në media i shohën. Wallahi kanë kohë për gjithë shka. Po për halal nuk pa kanë kohë. Për në haram, po vallahi gjithë po një gjonë, kur fa problemis. Edhe e kam mësuar si shprehjen na njerëzit e biznesit, na njerëzit me angazhimet mëdhaja,
na njerëzit e kemi jetën shumë dinamike, e na tjerë që s'pe kemi pozitat apo pasuritë e tyne, e na se kemi jetën dinamika, as kemi dhe na angazhim, as kemi dhe na punë, thu që na jena pa të havgji. Kështu që ki parasysh, atë është ta ka vë Zoti, qoftë edhe një pagë mujore, po të afron tek Zoti, dije që të ka begatue, po të largon prej Zotit, dije që të ka sprovua Allahu te bareke wa taala. Dhe Allahu na ka dhënë shumë, si popull na ka nderuar shumë. Wallahi në vllazën, na dhon lindjen edhe prendimin, veriun edhe jugun, nuk kanë vlerë tek Zoti çka ka vlerë që ky Islam edhe që ky iman që kemi në veten tonë. Nuk ka dhuratë më të çmuar se sa imani edhe Islami. A nuk ka dhuratë kështu e qartë me pa krejt bota, në 4 anë të rrethu me kryq, e na këto me shumicë. Edhe ato vullnetarisht jemi deklaruar që jena musliman. Edhe dini sa kam punuar, natën edhe ditën me ul për qindjen. Po nuk kanë mujt me largue dëshiren e Allahut te bareke ve teala. Ai po don me kona musliman. Çka ka problem këtu? Kjo është dhurata e parë vëllazër. Pastaj në rrafshin ekonomik, sinqerisht ju them, vizitoni Evropën, hipni atje nalt te Finlanda, Lëshanëpor, deri në Greqi. Po vallahi me punu pak, e me pas luks shumë, e me shijue, e me u kënaqë, si të na nuk e dina i shtet në Evropë që është. Unë s'kum pa, ju nëse keni pa të regamni. O, ja u nëzirin që shtojnë gjerës prej shpines punëtorëve tonë atje, edhe në fund ja u marrin kështë shumë letë pastaj. Ja për qiraja, ja tatime, kjo, i merë malë ata me pa një pagë komplet në gjellë. Se ja tërjek njërë elektronike, del paga 5.000 franga, 2.500 si sheheq. Ku metën? Për qiraja. Ku me të rryma, ku me të uj, ku me të bërlogu, ku me të ajo. Andaj të me falenderu Allahun te bareke ve taala. Nuk ka vllazë kërkon, po flas për në Evropë se ka lindja ka. Nuk ka kështu restoranet plot, kafeteritë plot. Ani me po me shku ndo kohë, s'po mundesh me gjetë vend hiç. Pse jo koha kaftjallit, jo koha mes ditës pushimin që kanë institucionet, jo koha drekës, jo koha mbrëmjes për kafe. Tash e ke po edhe gratë, tash po na bëj konkurrencë. Po shkon, s'po mundesh me hi. Jam bon ja 20 gjyshe, 15, po pinë çaj, po pinë kafe, u knaqen edhe ato, që s'kan mujt me bo për 50 vjet, tash me bojnë në pleshni. Nuk i shek kështu në përbot. Nëse ka lindja, ka luks edhe atje, po flasë që kënena ka jemi, na ka prëndimi. Andaj do të me falenderu Allahun te bareke ve taala që na ka pasunuar, se edhe pejgamberi alayhis salam ishte i varfër. Po Allahu e pasunoi, edhe po thotë wa wajadaka ailan fa aghna. Dhe të gjeti Allahu ty të varfën, po të pasunoj, e pasunoj me çka? E pasunoj me iman, me Islam, e pasunoj me pejgamberllak, po edhe me gjanat e tjera që janë më pak të rëndësishme. Andaj vllazën, Allahu na ka tërhiq vretin, ka thonë të keni parasysh, innama amwalukum wa auladukum fitne. Pra, keni parasysh, pa fije dyshimi, vërtet, pasunia juaj edhe vlat tuaj janë sprov. Për ata pasunia në radhë parë, po edhe vlat, në radhë dytë janë po shkak, janë po sebeb shumë njerëz që janë largu për rrugës Zotit. Qysh vllazën ka mundësi njëri me ju përkushtue ka 15 orë, 2-13 orë pasunisë. Tanaj kthehet prej zyres, kthehet prej biznesit, kthehet prej punës tani në mënyrë elektronike. Flajnë në farmerka, flajnë në trenerka, as pijamas pa kanë kome i vesh. As gojën s'kanë kome pastru e zënë gjumi që ashtu në salon, në kuzhina, zote dinku. Pse se pe përcjell që shpo shkën, sa hypi, sa ra, po e di, kur një tem se kun përcjell, bëdhe se pe që s'kryet të i kënusuar, po më zë gjumi s'dja pe i kry, halas pe i kry, edhe po kryet muhabeti. Telefona, te koka, tana e këta që po merren me qëto bitcoina, me qëto, këta ku si të bëllon selam edhe në gjami për i shëf. Ku pas ka luet, ka shku kështu, qiti këto, merri këto, pa remër e rahat Allah s'pej, që sa s'pej maras, remë s'u bë problem. E dini, po të regojnë psikologët, e dini sa palin shtuën, se po kanë stres, disa kanë rënë depresion, që i ka shti 10.000, 20.000, ka marrë bërç, i ka fitu në fillim një 50.000, ta shohi minus një 100.000, ku e dione probleme.
Keni kujdes, vazë. Keni kujdes ku po investoni, e çka po investoni. Edhe ku të investoni pyetni ata njerëz që marrin vesh. Dhe Allahu po thot wallahu indahu ajrun azim. Po tek Allahu është shpërblimi i madh. Nuk ka shpërblimi i madh te pasunia, nuk ka shpërblimi i madh te vladët apo te të tjerët, por shpërblimi i madh është tek Allahu te bareke ve taala. Po ashtu i dashuri Allahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë inna li kulli ummetin fitna wa fitnatu ummeti al-mal. Çdo ummet, çdo popull i ka sprovat e veta dhe sprova e ummetit tim është kush malli, është pasuria. Pastaj të nderuar vëllezër, si të kish pasuri mos mendoj që kemi pas rrugë qel tek Zoti. Shumë njerëz po mendojnë që si ti je i pasur ti kanë me ta dhënë pozitën edhe respektin sikur këtu se këtu e ke pa. Në xhami kur po vinë sta milionera, po vinë, sidomos në Ramazan, e po më thonë do ka dalë te veshi. Hoj, a pe shef filoni çatje. Unë kam ka pak probleme me sy, po mirë për dallaj fytyrat. Elhamdulillah, veç me lexuam dot me syza. Edhe po thonë çka ka lidhje? Më lësh tash njëri që ke kandidat për kryetar komunës erdh në Ramazan e njëri më prek e tha pe shef. Bash të xhamat ti tash, çka më bëu atina? Çka më bëu? Falë që atje ku i, edhe pasonit, e që i kje pasonit, këtu s'muj me citi mamën, a vla. Se pja qelin rrugën, ku t'hina, pse i si për qel deren, era parfimit, krejt restoranin, se ka ble 1.000 franca, 1.000 euro parfimin e. Jo si kur ti, 10, e une 20-30. Garderoben, ato, për i qelet rruga, ato po menojnë që qështu i qelet edhe të zotin, jo mërë çfarë. Absolutisht është kështu. Pak për i tyne e kanë xhenetin. Por ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kumtu ala babil janna. Qëndrova te dera e xhenetit. Fa kana alehim man dakhalaha al-masakin. Fa kana amatu man dakhalaha al-masakin. Dhe i pash që shumica që hyshin aty, në xhenet kush ishin? Njerëzit miskin, që do të thonë as nevojat ditore s'po i plotësojnë këtë, se lemo nevojat javore, mujore, vjetore. Nuk kishin shumica që hyjnë aty të pasur, por shumica miskina, dvarfën, në disa transmetime njerëz të dopt, njerëz që janë konë të shkelën jetën e kësaj bote. Kështu që të vllazën ruajnë kësaj sprove dhe çka më bë? S'po thonë me hu pasunin, ruana Zot. Po thuj pasonis, one ty të udhëheqi, ti mu nuk më udhëheq. One ty që i ku duhe, së më qënë ti mu ku dush. Se disa për i merë pasonia për qënë kafe trakis. Për i merë pasonia për i qënë që ati me pushua, u metën të pushua, se janë lotë të punua. Pusho ka fush Kosova, pusho ka Lipjani, kafe rizaj, që këni ka përdhiva shëqër, s'kanë bo që se heqen, alhamdulillah. A mund të vena kanë bo, edhe me drita, spet e njëre vlajën Las Vegas, Los Angeles, ku je vlavesh drita, mashallah. Ti shikon për hajt bile. E i thu pasurisjes në alla këto, kam bëshku që atje me pi kafe, qaj, se e të shtin atje pasurinja. Të shtin edhe dëven e tira, s'po duk të më i përmen me ule edhe khutben. Andaj pra, mos u bësh shërbëtori pasunis, po pasunia le të bëhet shërbëtore e jotja. Pasunia le të shërben ty për punë të mira dhe të mara. Dhe lakmoni, ata të cilët i ka bekatu Zoti me pasunin, e pasunia i ka qitë në tokë. I ka qitë në tokë, s'kan fluturue. Lakmoni ata që Zoti ju ka unë pasuni, e janë bo matë devotshëm, janë bo matë mirë, janë bo matë sinqertë, janë bo ma bamirësa. Dhe mos i lakmoni ata që pasuria u a ka humbë edhe dynjan, e kam ja humbë edhe ahiretin. Dhe mos e lakmoni vllazën, mos e lakmoni shumë. Bëhuni të pasën, po jo me tërë qenjena, me tërë zemrë me vëllon ka pasunia, se vallahi, kërejt me t'i dhonë Zoti, prap ki me lakmuj. Është në natyren e njeriut me qenë lakmitar. Bile, të shku ka pleshnia, sa ma shumë që plakët, i shtuot dashni halal për 2 sene, plakët. Për shka? Për pasuni, edhe për shka? Për jetë gjatësi, me jetu ma gjatë. Edhe për shof edhe ona, Allah vetë për shof. Që po kom qef. Po thambajt edhe do vjetë, të mri penzionin, e të mas penzionit të këshyri, që po bëhet gjamije, që po bëhet familje, që po bëhet anena, që po bëhet këtë popullë, apo stabilizohme, apo në njohin edhe që ato, sa kanë metë një 70 shtete, si s'na kanë njoft, e ka dale, se natyra njeriut është me lakmu, mos lakmoni, se s'ki me ungo pas një herë. Për ata pejgamber a.s. ka thonë, leu kane
libni Adem wadiyani min al-mal labtagha thalitha. Sikur biri Adem, do të thonë këtë jemi bejta Ademit të Havës. Ti kish pas 2 lugina me pasuni, në disa transmetime 2 lugina me ari, labtagha thalitha, kish me lakmue luginën e 3 me ari, luginën e 4, luginën e 5. Po këtë të onë Zoti, ki qef me shkun në ha, ki qef me shkun në Mars, ki qef me shku atje, s'nalen dëshirat e kërkesën. Andaj, knashnu me ato që ja ka dhonë Allahu te bareke wa ta'ala. Allahu na begatoft me pasuri halal, na mundsoft me menaxhue, me përdor ato në halal, edhe me shpenzu aty ku është Allahu te bareke wa ta'ala I knaqur. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.